Elektricisti që shihni në foto quhet Lex Lazi. Ai u ngjit në majë të një shtylle rreth 15 metra të lartë, duke rrezikuar jetën mes tuhis dhe rreshjeve të denjtura të dëborës për të riparuar defektet në rrjetin elektrik. Ai ka vijuar detyrën e tij pa u tërhequr, duke rrezikuar jetën e tij për të garantuar furnizimin me energji për komunitetin, si një shembull për kushtimi dhe përgjegjësie që shpesh mbetet në heshtje. Moti i keq që përfshiu kolonjën në qarkun e Korçës solli ndërprerjet e energjisë elektrike në disa zona. Për shkak të kushteve të vështira atmosferike, në disa pjesë të bashkisë Kolonjë janë dëmtuar dhe thyer shtylla elektrike, si dhe janë dëmtuar tranversat. Ndërkohë, në aksin rrugor Erste-Krehov janë shfaqur problematika si pasojë e rrëzimit të pemëve. Zjarfiksit e Kolonjës kanë ndërhyrë për pastrimin e rrugës, e cila tashmë është e qarkullueshme dhe pa probleme.